Do të flasim pak për shqetësimet në stomak, ose do të flasim se si ti minimizojmë dhimbjet e stomakut. Vërtet, dhimbjet e stomakut janë shqetësuese dhe janë irrituese për çdo. Dhe shumë njerëz, kur kanë dhimbje stomaku, ju e dini mjaft mirë që mund të vendosin dorën përpara diafragmës nga dhimbjet e mëdha që kanë. Madje dhimbjet e stomakut, dhimbjet e forta të stomakut shkaktojnë dhe probleme me ritmin e zemrës, duke u manifestuar dhe deri me aritmit të ndryshme, ose aritmit idiopatike, çrregullimet e shpeshta dhe të çrregullta të ritmit kardioelektrik të zemrës. Pra, unë dua t'u them se si ti përmirësojmë dhimbjet e stomakut. Mos harroni që pothuajse të gjithë prej nesh kanë pasur dhimbje stomaku, vazhdojnë që të kenë dhimbje stomaku, ose kanë format ndryshme të gastriteve. Dhe pikërisht, unë këto do të ndaj me ju në këtë emision. Disa nga trajtimet organike, disa nga trajtimet bimore, sepse ky është, ose kjo temë që ne do të përgatisim është mjaft e njohur dhe di që do të ketë edhe interesin tuaj për ta dëgjuar, sepse çdo person ose shumë njerëz vuajnë nga dhimbjet e stomakut dhe kanë problematika me dhimbjet e stomakut, nga ushqimet që konsumojnë, nga mostretja e durë e ushqimit, nga problemet me enzimat, nga aktiviteti pakët fizik, nga gjumi jo i shëndetshëm, nga prishja e orës cirkadiane ose biologjike dhe deri te pjesa e stresit oksidativ ose stresit kronik. Pra, si ti trajtojmë këto dhimbje, ose se si ti minimizojmë dhimbjet e stomakut, të cilat shkaktojnë dhe problematika ndonjëherë me ritmin kardioelektrik, sepse si pra është diafragma, dhe diafragma është shumë afër dhe ka një raport të afërt me apeksin kardiak. Tani, cilat janë ato bimë të cilat ndihmojnë për largimin ose për minimizimin e dhimbjes së stomakut. Stomaku ne kemi thënë shumë herë që stomaku është orë biologjike shumë e rëndësishme. Dhe përsëri duam që të ndajmë rëndësinë e stomakut me ju, duke u këshilluar në formën më të ngrohtë dashamirëse. Kujdesuni për stomakun tuaj, kujdesuni për zorët tuaja, kujdesuni për ushqimin që vendosni në trupin tuaj. Mos imagjinoni organet si zorët, si stomakun, sepse kanceri i zorës trash është shtuar shumë. Karcinomat agresive në mosha të reja, 45 vjeç, 50 vjeç, nga ushqimet e kalbura, nga ushqimet e rafinuara, nga ushqimet nëpër raftet e marketit, cilat janë për një kohë gjatë, janë shtuar shumë. Dhe adenokarcinomat e rektumit, adenokarcinomat ose neoplazit, metaplazit e ndryshme, qelizave epitelialet, lamina proprias ose neoplazie, lamina proprias, apo qelizat cilat janë kancerogjene në zorën e trash, janë shumë të rrezikshme dhe japin shumë metastaza. Prandaj kujdes ushqimet, kujdes ushqimet, kujdes ushqimet. Jo ushqimet mbyllura, jo ushqimet rafinuara, kujdes edhe me përdorimin e akulloreve, të sallameve tani, produkteve të mbyllura, të qofteve të mbyllura, produktet fast food që mund t'i merrni kudo, sidomos për fëmijët e vegjël, sepse rrezet e diellit bëjnë të tyre dhe pjesa e ekspozimit të, mund ta themi, të gjërave të nxehta në këto temperatura të cilat janë duke u rritur. Prandaj bëni shumë kujdes me harmoninë e sistemit tretës, me organet tuaja, me stomakun, me zorën e hollë, me pankreasin, me pjesën e shpretkës, me qarkullimin limfatik, me pjesën e rektumit, me pjesën e duodenit. Pra, i gjithë sistemi tretës është parajsa e trupit njeriut. Një shëndet i pastër kalon nga sistemi tretës, sepse bëjnë të mundur hyrjen e ushqimit nga ambienti jashtëm për në ambientin e brendshëm, që është qarkullimi i gjakut ose qarkullimi venoz që shkojnë në mëlçi. Tani disa nga bimët mjekësore. Do të përmend pak bimën e parë, e cila quhet nenexhiku ose mente piperita. Mente piperita ka disa flavonoid që shkojmë tek imazhi pasardhës, të cilët quhen tilirozidet, arzanolët, si dhe quhen hispidulinat, patuletinat dhe eupatolinat. Hispidulinat, patulinat, eupatolinat. Është shumë e rëndësishme përdorimi i çajit të mentes në trajtimin e dhimbjeve të stomakut, pra çaj ngrohtë i mentes ose i nenexhikut në trajtimin e dhimbjeve të stomakut, ku brenda mund të hidhni pak mjalt dhe mund të jetë tepër efektiv. Se si atë mund ta bëni, si fillim mund ta zgjeni vetëm 2-3 minuta ose 5 minuta dhe më pas mund ta konsumoni, ku dhe mund ta keni dhe të tharë pjesën e bimës. Dhe është mjaft efektiv për të minimizuar dhimbjet e stomakut. Pra, mentja ose nenexhiku, që në vendin tonë ndodhet me shumicë dhe përmban lëndë bioaktive të rëndësishme, tilirozidet, arzanolët, flavokavainat, ekinatinat, oleorezinat, përmban
Pjesën e vitaminës B6, piridoksaminën që përdoret për sintezën e aminoacideve, përmban vitaminën C, përmban lëndë të ndryshme si fosfor, si acide fenolike të rëndësishme, përmban njëkohësisht dhe një sasi të vogël mangani dhe magneziumi. Por është edhe sepse ul receptor të histaminës, receptor të dy duke i bllokuar qelizave parietale të stomakut, dhe përmbante arzanolët, tilirozidet, eupatolinat, lutanorinat, përmbante ispidulinat, sikurse dhe patuletinat. Pra patuletinat, hispidulinat, eupatolinat, tilirozidet, arzanolët janë flavonoide që ndodhen tek jo bim. Hispidulinat, patuletinat kanë efekte bllokuese tek receptorët të dytë të qelizat parietale, që janë receptorët proteinik të histaminës dhe që ndodhen kryesisht në zonën e muskulaturës së antrumit ose të pjesa e muskulaturës së lëmuar, që aty ndodhen shumë trakte nervore dhe që edhe vajmentes lehtëson dhimbjet e stomakut. Dhe vajmentes, por dhe bima e mentes ose e energjikut. 1 filxhan deri në 2 filxhan në ditë për trajtimin e dhimbjeve të stomakut. Kemi gingerin, është fantastik gingeri, pluhuri gingerit me mjalt ose pluhuri gingerit me kanellë. Gingeri është fantastik për të lehtësuar dhimbjet e stomakut sepse përmban dhe antioksidantë të ndryshëm dhe acide fenolike të ndryshme. Madje gingeri është edhe efektiv për të lehtësuar kur ju konsumoni shumë ushqim, bën të mundur ne i themi retropulsionin gastrik ose retropulsionin gastroantral apo retropulsionin gastroduodenal. Retropulsion do të thotë lëvizje motorike në zonën e në rajonin ose në pjesën e strukturës në rajonin oksintik. Pra, çaj gingerit me pak mente ose me pak mjalt ndihmon në minimizimin e dhimbjeve të stomakut, kur keni ngrënë shumë ushqim, por dhe kur keni konsumuar alkool apo ushqime të mbyllura. Dhe konsumimi i gingerit ose i çajit gingerit me pak mjalt ndihmon në uljen e intensitetit të dhimbjeve të stomakut. Pra, ndihmon në minimizimin e dhimbjeve të tyre. Kalojmë pak tani dhe tek një bimë fantastike. Unë këtë bimën fantastike e dua shumë. E dua shumë dhe pothuajse çdo njeriu ose çdo pacienti, çdo personi që unë mund të takoj, ja këshilloj. Bëhet fjalë për finokun. Finoku ka flavonoid shumë të rëndësishëm dhe këto degët këtu quhen koper, ose mund t'i quajmë dhe majdanoz. Finoku, pjesa lëvore së finokut, por dhe pjesa e brendshme e finokut ka disa flavonoid tepër të rëndësishëm qetësuese, të cilat quhen rubiadinat, kimafilinat, gitaloksinat, dimetilsuberozinat, dimetoksifumit-remorginat, hidroksioksidtirokaliku. Pra këto janë lëndë të rëndësishme bioaktive, ka tanen të rëndësishëm, ka acide fenolike të rëndësishme, ka antocianina të rëndësishme, pra antioksidantët të stomaku mbrojnë mukozën, antioksidantët tek finoku mbrojnë mukozën e stomakut. Dhe çaji i finokut, i bërthamave të finokut, pra e kemi fjalën për bërthamat e finokut, sepse finokun vetë mund ta konsumoni në sallatra, në gatime dhe mund t'ia jepni shumë edhe fëmijëve sepse është një ushqim i shëndetshëm, mund ta themi ne, sepse rritet në tokë. Por bërthamat e finokut janë të pasura me flavonoide, polifenol, antocianina, tanen, izoflavone, metilizoflavone, dihidrometoksimetilisoflavone, me dihidrometilflavone dhe flavonol apo kalcone të ndryshme, pra me molekulat të rëndësishme bioaktive. Dhe përdorimi i çajit të bërthamave të finokut nga 1 deri në 2 filxhan në ditë për të reduktuar përsëri dhimbjet e stomakut. Janë të vlefshme dhe për të lehtësuar dhimbjet e bajameve, pra tonsilave tek fëmijët, tek inflamacioni i bajameve është i rëndësishëm dhe kompresat me çajin e finokut. Janë të rëndësishme sikur janë edhe kompresat me kamomilin. Le të kalojmë tek një imazh tjetër. Pra tek një bimë tjetër e rëndësishme për qetësimin e dhimbjeve të stomakut, kamomili. Kamomilin e kemi lënë pak në heshtje, nuk është se e kemi folur. Kamomili është një bimë tjetër fantastike. Kamomili përmban 3 lëndë antioksidative të rëndësishme dhe përsëri kjo bimë përdoret për të trajtuar dhe për të minimizuar dhimbjet e stomakut nga ushqimet e shumta, nga ndonjë darkë e konsumuar në orare të vona dhe nga ndonjë ushqim i cili ka qenë, mund ta themi ne, goxha i fortë për stomakun dhe nuk ka qenë i tolerueshëm nga ana e personit.